5 persona të lënduar është bilansi nga 3 aksidente të ndodhura brenda harkut kohor prej 3 orëve gjatë mëngjesit të ditës së sotme në rajonin e Gostivarit. Aksidenti i parë ka ndodhur rreth orës 7:30 minuta në Rostush, ku të lënduar kanë mbetur 2 persona, pasi automjeti i tyre i tipit Peugeot 307 me regjistrim të Kosovës ka dalur nga rruga. Bëhet fjalë për 2 persona nga Ferizaj i Kosovës. Aksidenti i dytë ka ndodhur në ora 8:30 minuta në mëngjes në fshatin Turçani Madh, ku një automjet i tipit Peugeot 207 me regjistrim të Gostivarit, drejtuar nga 29 vjeçari RS nga Banjica e Poshtme, ka goditur këmbësorin XN 41 vjeç nga Gostivari. Aksidenti i tretë ka ndodhur rreth orës 9:30 minuta në autostradën Gostivar-Tetov, në afërsi të mobilerisë Mazraça, ku janë përplasur 3 automjete, një Mercedes i cili kishte dalur nga autostrada dhe kishte përfunduar poshtë rrugës, një Matiz dhe një mini transportues me regjistrim të Strumicës. Nga ky aksident, me lëndime kanë përfunduar 2 persona, vozitësi dhe bashkëudhëtari i tij, dhe që të dy të lënduarit janë nga ky qytet. Që të dy pastaj me autoambulancën e spitalit të Gostivarit janë dërguar në njësinë urgjente në Gostivar. Sipas mjekut kirurg Jakub Jakupi, i cili kishte planuar të gjithë 5 personat e lënduar nga 3 aksidentet në fjalë, 2 prej tyre kanë qenë në gjendje më të rëndë, këmbësori dhe njëri nga shtetasit e Kosovës, dhe të njëjtit janë dërguar në klinikat e Shkupit. Janë 3 ndeshje komunikacioni të njëpasnjëshme nga lokacione të ndryshme. I pari rast është në Rostush, ku ka ndodhur ndeshje komunikacioni, ku janë 2 të lënduar qytetarë të Republikës së Kosovës, njëri u dërgu në qendrën tonë këtu në gjendje më të rëndë, ndërsa tjetri udhëtari ishte në gjendje pak më të lehtë. Njëri prej tyre u trajtua këtu në qendrën urgjente, nga ana e ekipit ton, ju dha ndihma e parë, u mobilizua dhe për shkak të gjendjes së rëndë u transportua me ekipin për në qendrën urgjente në Shkup, ndërsa rasti tjetër u trajtua gjithashtu këtu nga ana kirurgjike dhe ortopedike dhe u pranua në repartin e kirurgjisë. Ndërsa rasti i dytë është një qytetar i cili është lënduar nga ana e një mjeti transportues diku ka atari i fshatit Turçani Madh, dhe i njëjti është trajtuar këtu në qendrën urgjente, është vendosur, është mobilizuar dhe për shkak të gjendjes dhe seriozitetit të lëndimit të cilin e kishte në këmbën e majt, u transportua për në klinikën e traumatologjisë në qendrën urgjente në Shkup. Ndërsa rasti tjetër i cili ka ndodhur në autostradën diku rreth orës së Vrapçishtit, ato janë këtu për momentin dhe janë në trajtim të vazhdueshëm. Të dy janë të dërguar në repartin e rentgenologjisë për të konstatuar lëndimet, dhe po të njëjtit gjithashtu ato do të trajtohen dhe sipas situatës ashtu edhe do të veprohen, përndryshe janë ata qytetarë të Republikës së Maqedonisë nga Strumica. Mendoj se kjo në përgjithësi, domethënë ekipi jon kujdestar, i cili ishte këtu në qendrën urgjente, bëni punën e vet dhe të gjithë pacientët janë të trajtuar në mënyrë adekuate. 3 personat e tjerë të lënduar janë jashtë rrezikut për jetë dhe të njëjtit janë trajtuar dhe mbajtur për shërim në spitalin e Gostivarit. Policia e Gostivarit ka dalur në vend ngjarje dhe ka kryer hetimet, pas të cilëve ditëve në vijim do të mësohet shkaku i aksidenteve. Jo zyrtarisht, dëmi material nga 3 aksidentet konsiderohet të jetë shumë i lartë.